Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takomi edhe sonte. Këtë ditë kanë karakterizuar disa ngjarje të jashtëzakonshme, pra pati protesta që nga mëngjesi në lidhje me shtrejtimin e rrymës, ku rezultuara me disa arrestime. Pashtu mbrëm ka ndodhur një vrasje në Kaçanik, ku do të kemi në lidhje direkte kryetarin e Kaçanikut, i cili do të njoftoj në lidhje me hollësitë e kësaj vrasje. Por fillimisht do të ndjekim një blok të lajmeve për të kthyer me musafir në studio. Aktivistët e grupit Asnjë Cent më shumë kanë bllokuar derën e objektit të zyrës së rregullatorit për energji. Ata nuk po i lën punëtorët që të hyjnë brenda, derisa ZRE të marrë vendim për mosrritjen e çmimit të energjisë për 15%. Aktivisti i grupit Asnjë Cent më shumë, Auron Doli, tha se nuk do të largohen nga objekti. Arrestuan disa aktivistë të grupit Asnjë Cent më shumë, të cilët kishin bllokuar sot në mëngjes objektin e zyreve të ZRE-s, gjatë një aksioni simbolik për kundërshtimin e shtrejtimit të rrymës për 15% nga muaji prill. Të arrestuarit janë shoqëruar në polici. Mësohet se janë 10 aktivistë të arrestuar. Fillimisht, aktivistët e grupit Asnjë Cent më shumë kanë bllokuar derën e objektit të zyrës së rregullatorit për energji. Kështu ata ndaluan punëtorët e ZRE-s që të hyjnë brenda, derisa ZRE të marrë vendim për mosrritjen e çmimit të energjisë për 15%. Paralajmërimi për rritjen e çmimit të rrymës ka ngjallur reagime të mëdha dhe pakënaqësi tek qytetarët dhe bizneset. Këtë shtrejtim e ka kundërshtuar edhe presidenca, por deri tash qeveria e Kosovës nuk ka kundërshtuar shtrejtimin, përveç që ka kërkuar shtimin e numrit të blloqeve për konsumator. Për shkak të pakënaqësive me 5 prill është paralajmëruar edhe një protestë në Prishtinë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se shpreson që legjislatura e 9 të konsistohet me 15 prill. Osmani theksoi se çështja e koalicioneve është temë e partive politike, dhe sa ajo qëndron njësh këtij diskutimi. Ndonse sipas saj në të kaluarën, presidentët janë përzierë në këto diskutime. Vjosa Osmani potencoi se është e rëndësishme që sa më parë të konsistohet kuvendi, duke parë, siç thaj, edhe zhvillimet gjeopolitike në botë, dhe nuk është që globi na pret neve. Është me rëndësi për qytetarët e Kosovës, por ju po ishini zhvillimet gjeopolitike, nuk është që globi na pret neve. Kështu që është me rëndësi që sa më parë që t'jetë mundur, por gjithsesi brenda afateve kushtetuese, të kemi qeverinë e Republikës, së pari konstituimin e kuvendit, që është hapi i parë, dhe pastaj qeverinë e Republikës së Kosovës, një kuvend funksional që e kryen edhe punën e mbikëqyrjes në raport me qeverinë, sepse Kosova ka shumë punë për të bërë, prandaj edhe një herë unë dua t'i uroj suksese deputetëve të kuvendit të Kosovës, cilët janë të vetmit që kanë të drejtë vote atë ditë, pas betimit me shpresën që konstituimi do të jetë i suksesshëm. Organizuesit e seancës konstituive, siç e dini, kuvendi duhet të bëjë një regjistrimesh e përgatitjesh teknike, ka kohë të mjaftueshme, unë i uroj sukses partive politike, i uroj sukses kuvendit Republikës së Kosovës, që ai proces të shkojë sa më mirë, që është e mundshme dhe që konstituimi të kryhet po me atë datë mirë, po siç e dini, si presidente s'kam të drejtë vote, dhe pavarësisht se në të kaluarën mund të ketë pasur president që janë përzier në çështje të koalicioneve, unë i konsideroj ato çështje partijake, që sipas kushtetutës nuk janë detyre imja, por jam besim plot që institucionet përkatëse, në këtë rast deputetët e kuvendit të Kosovës, do të bëjnë çmos që kjo të jetë seancë e suksesshme. Osmani këtë deklaratë tha pas takimit me sekretarin britanik. Presidentja e vendit dje ka caktuar seancën konstitutive për datën 15 prill. Zgjedhjet parlamentare janë mbajtur me 9 shkurt dhe rezultatet nga KQZ-ja janë certifikuar javën e kaluar. Në bazë të këtyre rezultateve, lëvizja vetëvendosje ka dalë para me 48 deputet, PDK e dyta me 24 deputet, LDK e treta me 20 deputet dhe AK nis me 4 me 8 deputet. Kryeministri i detyri i Kosovës, Albin Kurti, ka filluar takimet me partitë politike të pakicave për konsultimet tonë në lidhje me formimin e qeverisë së re, pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe fillimit të afateve kushtetuese, drejt formimit të legjislaturës dhe qeverisë së re. Në njoftimin e zyrës së kryeministrit, thuhet se në kuadër të këtyre diskutimeve, kryeministri u takua me zëvendës kryeministrin e tretë,
në detyrë për çështje të pakicave dhe të drejtave të njeriut, dhe kryetaren e Partisë së Re Demokratike, Emilia Rexhepi. Ajo e konfirmoi gatishmërinë e plot për vazhdim të bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje, si fituese e zgjedhjeve të fundit dhe mbështetës të kryeministrit Kurti në formimin e qeverisë së re. Kryeministri Kurti e falenderoi Rexhepin për bashkëpunimin e frytshëm, rezultatet e arritura gjatë këtij mandati dhe punët e mbara që na presin në 4 vjeçarin e ardhshëm, thuhet në njoftim. Pas këtij takimi, Kurti u takua dhe me ministrin në detyrë për komunitete dhe kthem dhe kryetaren e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, vijoi takimet me partitë politike të pakicave në kuadër të konsultimeve për formimin e qeverisë së re. Ai mirëpriti ministrin për komunitete dhe kthem dhe kryetarin e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Përgjatë diskutimit, ministri Rasheq e përsëriti mbështetjen e tij ndaj kryeministrit Kurti për formimin e qeverisë së re dhe vazhdim të bashkëpunimit të frytshëm edhe në mandatin e ardhshëm, thuhet në komunikat. Të trishtuar e të friksuar, po ndihen kaçanikësit pas vrasjes së mbrëmshme të rështerit policor Muharrem Lika. Bashkëqytetarët e tij thonë se zyrtari policor Lika ishte një njeri i mirë, ata kërkojnë sa më shpejt që kryesi kësaj vrasje të vihet para drejtësisë. Hams Berisha, banori i kësaj komune, vrasjen e rështerit policor e quan krim. Ky qytetar kërkon që kryesit e këtij krimi të vihen para drejtësisë sa më shpejt. Një krim, s'pedi si ta quj, një vdekje rronë. Mendojt kjo në ditë e sotit është merë për ne shqiptarët. Javën e fundit, ditë e sa vrasje ndonë kësë. E kum njohë, ka qenë njeri mirë. Arsyën s'mund të gjenjë absolut, nuk kam djeni kur që. Duhet përgjigjen para drejtësisë, duhet organet e rendit e policia sa ma shpejt. Ta zbulojnë rastin. Ndonë se zyrtarin policor nuk e njehte personalisht, por Mevlide Berisha thot se pas rastit të mbrëmshëm po ndihen mjaft të rrezikuar. Vetëm si kalimtarit më tepër jo. Shumë. Sidomos për fëmijët e tonë katastrofë. Rreshteri policor Muharrem Lika fillimisht është plagosur mbrëm rreth orës 23 me armë zjarri në afër banesës së tij në Kaçanik, por më pas nuk ju mbijetoi plagave të marra. Ndërkohë, dyshuari për rastin akoma është në arati. Lidhur me vrasjen e rreshterit policor kanë reaguar dhe nga Sindikata e Policisë së Kosovës, e cila ka dënuar këtë vrasje duke e quajtur atentat kriminal. Ky akt i rënd është një atentat i drejt për drejt ndar sigurisë publike, ligjit dhe vetë shtetit të Kosovës. Çdo sulm ndaj një zyrtari policor është sulm ndaj Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës është shtylla kryesore e rendit dhe sigurisë në vend. Prekja e saj është përpjekje për të minuar themelet e shtetit tonë dhe nuk do të tolerohet. Sindikata e Policisë së Kosovës kërkon nga të gjithë aktorët shtetëror dhe institucionet e drejtësisë veprime të menjëhershme për zbardhjen e këtij akti kriminal dhe vënien para përgjegjësisë të autorëve, thuaj në reagimin e tyre. Sekretari i Shtetit për Punë të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar, David Lammy, ka kërkuar normalizim dhe paqe të qëndrueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Ai gjatë vizitës zyrtare në Kosovë të mërkurën, tha se shpreson që qeveria e ardhshme të ketë angazhim të fuqishëm në dialog. Kryediplomati britanik në një konferencë për media pas takimit me presidenten Vjosa Osmani tha se vendi i tij është mbështetës i palëkundur i Kosovës dhe një partner kyç. Ndërkaq, nënvizoi nevojën që sa më shpejt të formohet qeveria e re në Kosovë. Në anën tjetër, një koqirja e takimit, presidentja Vjosa Osmani tha se Kosova është palë konstruktive në dialog dhe e përkushtuar për paqe dhe stabilitet, pavarësisht obstruksioneve dhe provokimeve nga ana e Serbisë. Tutje Vjosa Osmani tha se është domosdoshme që Serbia t'i vendos para përgjegjësit autor të aktit të agresionit serb në shtator të vitit 2023. Krahas kësaj, e para e vendit bëri të ditur se ka propozuar thellimin strategjik të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar në fushën e mbrojtjes dhe ekonomisë. Kosova mbetet një palë konstruktive e përkushtuar për paqe dhe stabilitet, pavarësisht se vazhdimisht përballemi me obstruksione dhe provokime nga ana e Serbisë, përfshi edhe sulmet e njëpasnjëshme që kanë filluar vite më herët e po vazhdojnë edhe tani
e përgjë dua ta përmend sërish se është e domosdoshme që të ketë llogaridhënie dhe vënje të autorëve para përgjegjësisë nga ana e Serbisë, por fatkeqësisht po e shohim që nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim, as sa i përket aktit të agresionit të shtatorit 2023, as sa i përket sulmit ndaj 93 ushtarëve të NATO-s që ka ndodhur edhe më herët, por as veprimeve të fundit terroriste që ka ndodhur në veri të vendit. Avancimin e partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve e përmendi edhe sekretari britanik, sidomos në fushën e mbrojtjes, teknologjisë, inovacionit dhe energjisë së pastër. Ai theksoi edhe nevojën për progres të Kosovës në rrugën e saj euro-atlantike. Kryediplomati britanik ka arritur në Prishtinë të martën mbrëma, ku është takuar me kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe disa prej antarëve të kabinetit të tij.